الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة kjo gjumaja e dytë e muajit të Ramazanit, ku gradualisht po e përcjellim një të tretën e Ramazanit, 10-shin e parë, duke lutë Zotin e Madh Xhelle Xhelalu me gjitha emra dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu ta bë qabul çdo vepër të mirë të këtij 10-shit të parë. Dhe duke lutë Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që pjesën e mesme dhe pjesën e fundit të Ramazanit Allahu na e mundson që t'i plotësojmë me vepra të mira, me agjërimin të cilin e kemi farz, po edhe me leximin të Kur'anit dhe me taravih dhe me vepra të cilat e bëjnë të kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar xhamat, nuk ka begati më të madhe se sa të jetuarit edhe një Ramazan. Nuk ka begati dhe mirësi më të madhe se sa ti të jesh i shtym në imër për ta përjetu edhe një Ramazan. Shumë prej muslimanëve fatkeqësisht e zojnë Ramazanin tjetër një rutinë. Edhe shpeshher ju duket edhe një përsëritje e episodës së njëjtë, por nuk është ashtu të nderuar xhamat, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë në Kur'an një ajet ku Allahu xhelle xhelalu e madhnon vetëm praninë në Ramazan. Faman shahida minkum. Dhe ka me qindra shprehje për ta shpreh arritjen e Ramazanit, Allahu ja ka zgjedh shahaden. Faman shahida minkum ash-shahra. Ti je një lloj dëshmitari, ti je një lloj dëshmitari i mirësisë së Zotit. Ata të cilat janë varr, thot Ibn Jauzi rahimahullahu taala, me veç çdo musliman të banorëve të varrezave, dhe më i thon çfarë dëshire kije, gjëja e parë që kish me thon, mu kanë ta përjetoj veç një ditë Ramazanit. Andaj qatë ditë që aj e lakmon ti e të përjetue. Andaj nuk është një rutin, nuk është një përsëritje, nuk është një tikrar që neve na duket se ja e njëjta si vjet dhe par vjet dhe shumë vite. Jo, është mundësi e re, është shans i ri për ta përmirësu atë çka se ki përmirësu Ramazanin e kaluar. Shumë gjunahe s'ki arrit Milan Ramazanin e kaluar. Shumë vepra të mira kanë hik Ramazanin e kaluar. Nëse je që e ke lexuar Kur'anin dhe je pe atyre që e bën një hatme, që i bie se këtë Ramazan mundesh mi bë 2, andaj nuk është rutina e njëjtë. Nëse je pe atyre që ke lexuar shumë edhe ke shku deri në 10 hatme, duhesh me ditë se ka njerëz të cilët kanë lexuar edhe më tepër. Andaj nuk është rutina e njëjtë. Andaj nuk është e njëjta episode e kaluar, por është një mundësi e re. Andaj nas gjithmonë kur hajna buk, a thot dikush pe neve, po parzit unë hangra kur është jashtë Ramazanit? Jo, çdo ujë që e pi është begati e re. Çdo ujë që ti e largon me ta etjen është mirësi e re. Ajo kërkon falënderim të ri. Po këtë arsye të nderuar xhamat, që na ka mundsuar Allahu me mri Ramazanin, mos ta mendoje dikush një rutinë. Sepse shumë prej muslimanëve thot, është veç një muaj kalendarik, po hajt kena me ninue. Jo, është mundësi. Nëse nuk e shes si mundësi dhe nëse nuk e merr serioz, vallahi kanë me të ik ditët ja shkoj. 1/3 shkoj. Mesi nuk shifët, fundi është shumë dinamik, edhe çka mbetet? Andaj Allahu subhanahu wa taala tha ayyaman ma'dudat, ditë të numruara. Muajt i ka thonë ditë të numruara, i vetmi muaj që mbushet dhe ngjeshet as shumë me vepra të mira. Andaj gjëja e parë që duhet ta kuptojmë të Ramazanit të nderuar xhamat, mos ta trajtojmë si një rutinë. Po bëna dhe vjet pa të mininu, po edhe par vjet kena ninu, edhe inshallah modeve tjera që kena mizan, kena mininu. Jo, gjithçka është me izin e Allahit. Vallahi na kena musliman që vjet janë konë si vjet janë. Çeni dallim. Shumë musliman vjet janë konë.
Si vjet nuk janë. Çka i bie kjo? Se s'ka na i njëti Ramazan, se ata s'janë. Andaj është Ramazan i ri, është mundësi e re, është shansë e re për ta plotësuar te fletoria veprat e mira dhe për t'i korrigju gabimet. Kjo është mundësi Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se Allahu xhelel xhelalu e ka veçuar agjërimin nga të gjitha veprat. Është mundësia që ti me kallzu Allah se si je munafik, se si je hipokrit. E kanë pyetur Imam Ahmedin rahimahullahu taala, i ka thonë çka dallohet agjërimi për veprave tjera? Pse gjithë këto hadithe kanë ardhur për vlerën e agjërimit? Ka thënë Imam Ahmedi, lejse fihi riya. Në ta s'ka dyftërsi. A mundesh më bëu dyftërsh me agjërim? Jo, agjërimi veç një fytyrë ka. Ja agjëron, ja s'agjëron. Ja agjëron, ja nuk agjëron. Ama këtë vepra tjera mundesh më bëu pak për Zot, pak për veti, pak për Zot, pak për shoqëni, pak për dosta, për shumë mundësi mundesh më bëu. Apo haxhi është edhe haxhi dhe turizëm. Umra është edhe haxhi dhe turizëm. Umre haxhi është edhe haxhi dhe biznes. Umre është edhe shkuarje edhe shëtitje. Janë shumë të shtime aty. Sadakaja është edhe nam, edhe ndim. Apo delnami. Ama a keni pa ju dëniherë me nxjerr në televizor përveç atyre që janë bajramaxhi apo ose do njëri për njerëz që s'agjeron kur thot u pa sot ai duke mos me pi ujë, dhe punë e madhe kanë apo që ai u paska pa të mos pi ujë. Ama mundi me gjet ju në historinë e njerëzimit se njerëzit janë lavdru për agjërimin e vet? Jo, se nuk i dinë kush ka agjëruar, kush ka agjëruar. S'ka mundësi me ditë. Na mundna me regjistru di kanë namazli, në rregull. Mundna me regjistru se ka dhënë zakat, në rregull. Mundna me shkruajt si haxhi, në rregull. Çish me shkruajt agjërus? Kur njëna prej komenteve të fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam, të hadithit qudsin nga Allahu subhanahu wa taala fa inna as-sawma li, agjërimi është i imi, kanë dhënë disa prej dietarëve as meleku s'e shkruan, se di. A nuk e din as gruaja për burrin, as burri për gruajën, çaty janë. Pse? Sepse është sekret mes robit edhe Zotit. Andaj këto sekrete duhet me i shtëni pak edhe në vepra tjera. Që kjo është edhe qëllimi i agjërimit, që të mësoje me një model, me një kallop që ti bash edhe tjera çat kallop. Allahu na mëson me agjërim. A peshat që duket e sinqert apo? Çështu ban edhe namazin. A peshat kur agjëron sa i sinqert je? Po. Se vallahi me të akuzu një dunja se si e agjërushëm, hiç nuk ta shti dyshimin ti je. Se thu e di be une, e di e ma agjërushëm. Me thonë një dunja zinaqari e runa Zot, ti e di se je i pastër, edhe nuk qa, e di se je i pastër. U i pastër o i pastër, dora e pastër o e pastër. Kur folet për hajdut lëkin, veç hajdutit i ven keq. Kur folet për zina, veç zinaqarit i ven keq. Kur folet për veprat liga, veç a shka e ban i ven keq. Ama ti që i pasër thu, elhamdulillah, inshallah përmisot e më katari. Kur flasim për sinceritetin në agjërim, ti një është komod. A i shka agjëron një të komod, thot, elhamdulillah, inshallah Allahu gjera ma pranon këtë vepër. Pse? Se e kam veç për irë tim. As kur kush nuk e di. A mund e dikush me dit? As hoq, as dietar, as hafuz. S'na i kalon Allah i qelë sin me dita e të agjërua jo. Andaj, fundja të ndërum gjematë, mirësia është në zemër. Mirësia në zemër. Sa prej muslimanëve janë udhëzu prej për jashtë, se janë udhëzu për mrena. Agjërimi është shansë me të kallëzu, o musliman, pa u përmirësu për mrena, mos i jep zor. Sa prej apo na i thonë po musliman, mashallah, apo ju udhëzum, apo i përmbahet fejes. Në rregull, agjërimi vjen të kallëzon, po ma ka e ditë ti. Ka e ditë ti. Një ditë për ditëve Aisha radhiyallahu anha, kishte vdek njëri prej fëmijëve, i vogël. Edhe Aisha tha, i lumi aj zogi gjenetit. I lumi aj zogi gjenetit. Se fëmij ka vdek. Dhe qështu është të shumica e elisonetit, fëmij qkojnë gjenet. Fëmij qkojnë në gjenet. Qka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ku e di ti o Aisha? Ku e di ti? Sa prej neve, po ki gjenet lija mërë, pësa dyshon ti që nga gjenet lija? Apo, i shpallin njërtit për gjenet li. Qka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? O Aisha, ku e di ti? Një ditë për ditëve, një sahabi i cili po lufton të rrugt Allahu subhanahu wa ta'ala, deri sa sahabët thanë, që e gjenet lija? As një betej se ka hup. Qka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ku e dini ju? Ku e dini ju? Sa njeri ju e merë shpatën, a i duket se për lufton rrugt Allahu gjellëvala, a i ka luftu për vetën e vetë. Për qina, për mi thonë se azgani madh, e trimi madh. Veç për që këtë ta ja hu vepra, po veç për që kaq. Veç për që kaq. A dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me 3 veta kallët xhenemi. Me 3 veta kallët xhenemi. Të ndërum xhamat, me e ditë se ato shka e kallin xhenemin me 3 veta. As njanit që ja u kena pa na punë të këqija aty.
Asnjëri. Cili është i pari me të cilin ka xhenemi? I pari me të cilin ka xhenemi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai njeri i cili ka mësuar Kur'anin për veti dhe ka mësuar tjerëve. Hoxha, dietari, hafizi. I pari me ta e ka Zoti xhenemi. Po çish be ai i pari po? E ku e ka të kestin ai? A pse ka mësuar Kur'ana? Jo, pse ka mësuar Kur'an. Po pse s'ka mësuar për Allah? Për veti e ka bë. Për hir të vetit. Dhe kjo është shumë e vështirë. Dhe kur e ka kallëzuar këtë hadith e Buhariut, ka rrot fikt. I ka rrot fikt se ka thënë unë jam potencial me hinë xhenem i pari. I dyti, cili i dyti? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili ka parë dhe jep. Jep, mashallah, njerëz thonë mashallah, vallahi Allah ja dhash begatit ja shtop se po na animon. Edhe Allahu ja e nxjerr ditën e Kiyamit thotë ti i xhimert apo ke dunjat ka thonë i xhimert po. Edhe i thotë pse i ki bëu? Allahu ja thotë pse i ki bëu? Thotë për ti o Allah, për ti. Thotë mos rrej se për veti i ki bëu. I ki bëu me thon shumë i xhimerta, shumë bujara. I treti cili jo të ndërum xhamat. Ai i cili ka marrë shpatën lufton rrugt Allahu xhel xhelalu. Edhe vdes, edhe Allahu e ringjall dhe e pyet, ti pse luftove? Thot por hitoni o Zot, jure kit gjak vdiqja për ti. Të ndërum xhamat, hajde menoje tash, gjithë këto vepra trana janë bë. Njëri imrin ja ka kushtuar ilmit, njëri imrin ja ka kushtuar tu dhon fukarave, tjetri shpirtin e vet e ka dhon. Ditën e Kiametit një jetë ja u prish ket. Një jetë ja u prish ket. Andaj nuk është qëllimi na dukemi të mirë, po të bëhemi të mirë, dhe ka dallim. Na mujna mu duk të mirë, mashallah te barekallah. A jemi të mirë? Kjo është një pikpyetje e madhe. Çka i thot Allahu subhanahu wa taala? Ti pse ke luftu? Thot por ti o Allah. Thot jo, ti ke luftu me thon azgan. Të kanë thonë, e ke mosh problemin në dunja, hin xhenem. Këto tre veta hin të parë në xhenem. Për çfarë arsye? A pse kanë bë gjuna pi për jashtë? A pse kanë bë gjuna pi mrena? Jo be Kur'anin e kam mësuar, gjuna pi jashtë ka. Ki qëtëri sadaka ka dhënë. Ki qëtëri ka luftuar rrugt Allahut. Ku e kanë gjunain? Gjunain e kanë zemrat e tyre. Si kanë bë punë për Zot. Andaj është agjërimi me dresja e sinqeritetit. Shkolla e cila s'kan tan dyftërsi. Andaj njëra prej veprave që të parë të muslimanëve mas shumë ti kanë shpresu Zoti më shpërbli për to ka dhënë agjërimi. Ka thënë vallahi s'ma merr menja që më pshton në një jashtë agjërimit, se nuk i dihet për çka i kanë bë. Andaj të mësohemi nëpërmjet agjërimit që punë çka i bajnë atë ndërum xhamat, mos lip më shpërblim. Se na jena mësuar që punë çka i bajna me na i ditë njerëzit. Apo nëse jena pak musliman me stazh, me na i ditë pak njerëzit, me na i ditë pak në amin autoritetin se na e vona këtë punë moti. Nëse dojna me këta, Allahu çka thot ditën e Kiametit, hadith sa i Muslim nga Ebu Hurajra radhiyallahu an, i thot Allahu subhanahu wa taala, shkolli pe shpërblimin te çaj çka ki punu për ta. A ka ma keq? Mi shkuti një firmës, ti si e i regjistruar ta? Apo si e regjistruar ta? Edhe ti i ke thënë ati, edhe të ti punoj, po edhe të filani. Ha? Edhe ti kitë punë ti ki bon për një shef caktum. Edhe ki shefi qëtër e di. Edhe më thot, shko se aj, për të cilin ki punu, shko lipe a gjesh përblimin. E shembull Allah të ma i larti. Ditën e Kiametit i thot robit, për kanë ki punu ti, por ti jo Allah. Jo, thot, shko te aj, shka ki punu për to. Ki punu për si të njerëzve, shko te njerëzit. Allah na i pastrov zemrat ya Rabbal Alamin. Allah na i rujt veprat ya Rabbal Alamin. Mos ta ban Allahu subhanahu wa taala që mundi jon me shku huç, që mundi jon dhe sakrifica jon me shku huç, që djersa jon, që tharja e gojës ton, që na kena nejt pa buk e pa ujë, e pa epshet halal që ne ka bëu Allahu subhanahu wa taala gjatë tër ditës dhe gjatë tër muajit, duke agjëruar ditën dhe duke u fal natën. Mos na shkon për para Allahu xhelel xhelal që Allahu na thot, ju këto punë si keni bërë për mua. Allah na i ruaj veprat tona ya Rabbal Alamin. Në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, ditë Ramazani, Allahun e lutim xhelel xhelalu që pjesën e kaluar të Ramazanit Allahu subhanahu wa taala ta ban qabul pi neve. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që pjesën që na kanë mbet, pjesa e mbetur Ramazanit, Allahu të na jap takat dhe shëndet, na jap vullnet dhe mbarsi për ta mbushur Ramazanin me vepra të mira ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal në këtë ditë xumaje që këtë muslimanët anë kanë botës kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i forcon, Allahu t'i mbron, sidomos vëzit tonë të zot janë në skamje, janë në luftra, janë në shatore, janë në telashe, Allahu t'i mbron ya Rabbal Alamin. E këtë ata zullumqarë dhe ata arrogantë të cilët bëjnë fesade në tokë, Allahu me arrogancën e vet ndërmjet vetit i shpartallon ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson me mri natën e Qadrit, duke qenë me shëndet dhe me iman dhe vepra të mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقرآننا وتلاواتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أرواحنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.